Një baba shqiptar ishte sëmur me kancer, por dëgjoni se çfarë ilaçi gjeti për t'u shëruar. Ndiqeni me vëmendje. Është vërtet një histori fantastike dhe unë dua t'ju tregoj sepse është një shoku ynë që na i tregon këtu që gjendet mes nesh. Dhe padyshim ai do t'ju lexoj dhe mund edhe t'ju kthej dhe përgjigje, por dëgjojeni me vëmendje. Nuk mund të them dot emra, por do t'ju them historinë. Është një histori e vërtet frymëzuese, por mbi të gjitha shumë domethënëse, sepse shumë njerëz kanë nevojë për këto informacione. Ndaj dua ta diskutoj me ju. Si gjithmonë kush është rastisht, nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Një shoku ynë na shkruan. Isha i ri, në atë kohë dhe ika si gjithë të tjerët. Nuk ika me eksodin, por ika pak më vonë. Është djalë i ri ky, është më i ri se ne. Dhe në vitin 97 thot, ika nga Shqipëria. Pra, pasi ishin ato problemet e mëdha. Thot jemi shumë fëmijë, thot, vëllezër dhe motra. Unë thot erdha në Itali. Me fjalë erdhi në Itali këtu. Erdha themun, po iku në Itali. Erdhi në Itali dhe filloi që të punonte pa dokumenta, sepse kishte probleme atëre. Ju e dini shumë mirë. Me kalimin e kohës, ai bëri 4 vjet, pas 4 vjetëve tha mu tha buza, që të shtrëngoja tha nënën time dhe të puthja nënën time dhe të përqafoja babain tim. 4 vjet pa shkuar. Para ta shpesher i dërgoja tha me ndonjë që bënte udhëtimin drejt Shqipërisë. Dhe si përfundim tha gjeta mënyrën, çova disa para, por pas 4 vjetëve gjeta mënyrën që të shkoja në Shqipëri tha. Dhe mendova tha që do shkoja tha dhe pastaj sepse dokumentat nuk i kisha bërë ende. I kisha hedhur për dokumenta, por nuk mi bënin. Dhe thash kur të ndoshta do kthehem, thash te do jetë më thjesht. Mirë po, teksa u përgatita tha për t'ikur, më than mos e bëj këtë gabim. Më than disa shokët e mi tha. Dhe mendova tha që do bëja dhe do të gjeja mënyrë për të bërë dokumenta. Dhe kaluan tha dhe 2 vite tjera, pra 6 vjet pa shkuar në Shqipëri. Dhe u mundova tha, me të gjitha mënyrë, si përfundim tha, me anë të një shoku tha, arrita tha që njihte një polic, arrita që të bëja dokumentat. Shkova tha në Shqipëri, çfarë të them tha. Çdo gjë kishte ndryshuar, çdo gjë, nga rrënjët e plepave aty të shtëpisë deri tek rrugët, tek prindrit e mi që ishin plakur, ishin rrudhur, ishin dobësuar, pa ngrënë, pa një tjetër realitet. Dhe kam qarë tha si fëmijë, sepse nuk e duroja dot, që të rinin aty. Do se tha vëllezërit e mi, tha 2 nga vëllezërit e mi tha jetonin në Greqi, ata kishin bërë dokumenta dhe mundeshin tha që ta merrnin babain ose nënën tha, por unë mendova që t'i sillja tha në Itali. Sepse Italia tha jepte edhe nuk ishte akoma momenti, por kisha dëgjuar tha që do jepnin edhe pension. Dhe unë mendova tha, një pension do ja japin. Kaloi një farë kohë tha. Kur arrita tha që të bëja dokumentat, mora tha dhe vajzën, sepse njoha një vajzë, pra njohu një vajzë në Shqipëri, dëgjojeni se është shumë domethënëse. Njohu një vajzë në Shqipëri, e njohu tek fshati Përbërik, aty ku jeton, sepse jetonte në një fshat të Shqipërisë. Thash, më falni që nuk mund ta them dot, po nuk i kam kërkuar leje që të pyes, nëse mund ta them emrin e tij ose fshatin. Por dëgjoni, erdhi, martoi vajzën, ndëjti disa kohë, mos gaboj 1 vit e gjysmë parafërsisht, dhe pastaj mundi që të mirte prindrit. I mori prindrit, i solli në Itali dhe kaluan një farë kohe, rinin bashk, por ata u kthyen prap pastaj në Shqipëri. Më vonë erdhën dhe një herë tjetër tha. Ike derisa u bindën tha që të rinin në Itali. Dhe në momentin tha që u bindën tha, sepse duhet kaloni tha 6 muaj tha që unë të hidhja dokumentat për ta tha, që përveç se rikongjunimento familjare, me fjalë lidhje familjare, por që t'ju bëhet tha edhe një pension. Dhe si përfundim arrita tha pas shumë përpjekjesh. Mirë po tha, aty tha nga viti 2010 parafërsisht tha, 2009 po s'gaboj, kur ata tha ishin këtu në Itali, babai tha krejt rastisht i thash tha shiko se do bënim tha disa analiza, do i bënte nëna ime. Dhe unë thash tha hajde bëj dhe ti analizë, po jo nuk dua t'i bëj. Do i bëj. Si përfundim tha shkuam që të bënim analizat. Në analiza doli që kishte kancer, babai. Babai tha nuk mendoj tha që ishte në një gabim. Në fakt të gjithë menduan se mos ishte një gabim. Shkuam tha në një tjetër vend për të parë tha nëse ishte një problem
i makinerive. Jo, doli tha me kancer. Shkuam tha tek disa specialistë, menduam tha që të bënim një kur dhe e quam tha në Firenze. Në Firenze thanë tha që jo, duhet shkonin në Milano. Shkuam në Milano, tha, është një vend në Milano që nuk dua t'i bëj emri, se s'duaj që thonë që bëri publicitet. Shkuan te ky vendin në Milano, bën një test, i thanë duhet të urgjentisht të ushtrohesh në spital që të bëjmë kurën. Thonë ju kur do vini atë, si përfundim u kthyem në shtëpi. Kur u kthyem në shtëpi, tha, më tha babai, çfarë thon këta, tha? Po ja, thonë tha që je smur, që ti duhet me se s'bën që të bësh një kur, nuk bëj asnjë kur, unë thaj. Ti je të shkruar si të duhet. Si të dohet. Unë nuk bëj asnjë kur. Babai tha në atë kohë ishte 72 vjeçta. Pra në vitin 2009 po flas. Si përfundim, tha, shkuam tha në Padova. Dhe në Padova, tha, na thanë të njëjtën gjë, bile aty na thanë tha që duhet bënim disa teste. Babai tha nuk ndënjë tha asnjë orë. Aty tha u mërzit shumë. Tha, shiko, më çoni në shtëpi, tha. Kur erdhëm tha në shtëpi, tha që u futëm në shtëpi, më tha, dëgjoni çfarë bëj, tha. Sepse në sintezë, tha, i dhan pak kohë. I thanë ky kështu si do iki, tha, maksimum 1 vit, 2 vjet, tha, do vdes. Sepse ishin, tha, të gjitha analizat, tha, ishin të njëjta. Pra të gjitha analizat shkonin, tha, te njëjti solucion. Si përfundim, tha, shkuam në shtëpi dhe unë, tha, ju binda fjalëve të babait. Thash, bëj si të duash. Unë do iki, thaj, nuk dua t'ja di fare, tha, nuk dua të di as për Itali, tha, as për pensionin. Ç'është e vërtetë, tha, u jepnin një pension, tha, që të dyve, tha, 250, 280, njëri 250, 500 euro, tha, parafërsisht, të dy bashk. Pra një pension social që quhet këtu. Dhe ikën, tha, ikën në Shqipëri. Dhe unë, tha, pas 1 muaj gjysmë, 2 muaj, tha, doja që të shikoja, tha, si në çfarë situate ishte babai, sepse nuk i dhanë shpresë, tha. Shkoi në Shqipëri, tha, dhe kur arrita, tha, në qytet, tha, në Berat, nejse, kur arrita në Shqipëri, tha, më thanë, tha, që i kisha thënë, tha, që të bënim, tha, një sër analizash në qytet dhe t'i takoja aty, tha, një fjalë mos veja në fshat dhe të kthesha prapë. Shkuam, tha, për të bërë analizat. Dhe babai, tha, nuk donte, tha, që t'i bënte analizat. Megjithatë, tha, u detyrova, tha, që t'i bënin. Çudia është, kishin kaluar, tha, 2-3 muaj, tha, por aty, tha, analizat dolën pak ndryshe. Nuk ishin si në Itali. Megjithatë, tha, në Shqipëri ka raste, tha, që analizat, tha, të bombardojnë me këto rezultatet e analizave. Dhe mendova, tha, që mos ishte dhe aty, tha, një gabim. Mirë po babai, tha, nga ajo ditë, tha, dëgjoni, tha. Ulu këtu, i tha, më tha mua, tha, dhe ulu aty, tha, bashkë me gruan time, tha, ishe dhe nëna ime, dhe tha, dëgjoni. Unë nuk dua t'ja di në qoftë se do vdes nesër, sot apo pas nesër. Nuk dua t'ja di fare. Fare, tha. Unë jetën time e bëra. Ju jeni të gjithë mirë, të gjithë jeni martuar, të gjithë jeni mirë, tha, keni fëmijë, kam një përmbesa, çfarë të jetë shkruar, tha, unë do bëj. Dhe e dini se çfarë bëri ky zotëri? Filloi që në atë kohë, sepse e kishte harruar, ai që të rrinte në fshat, ashtu si rrinte më përpara, bënte punë të fshatit, nuk ishte më, sepse në Itali nuk ishte ajo jetë që bënte në Shqipëri. Si përfundim, shkoi, u kthye në fshat dhe aty ndejti pa asnjë stres, pa e menduar punën e kancerit, pa e menduar që të bënte analiza, bile ishte kaq me nefregis sa nuk donte t'ia dinte fare, sepse ai kishte në mendje vetëm një gjë, tha, siç thot i biri. Unë nuk dua t'ia di fare, as për kancer, as për asgjë. Unë dua të jetoj ditët që më kanë mbetur, siç mi ka shënuar Zoti. Dhe vazhdoi që të este kështu. Punonte, prashiste, bënte çdo gjë, me një fjalë, çdo gjë që mund të bëjë një njeri. Merreni me mend, i kishin dhënë, siç thashte më përpara, 1 vit, maksimumi 2 vjet jetë. Dhe merreni me mend, ai ka vdekur vitin e kaluar, në vitin 2025. Pra, më shumë se 14 vjet, ai jetoi 15 vjet sa ishin, jetoi shkëlqyeshëm. Tani, ç'është e vërteta, përpara se të vdiste, ju shfaq kanceri, okay, por pse tha e shkriu, tha, brenda 1 jave.
Mirë po, ajo që më bën përshtypje më shumë është fakti që si arriti ai të kalonte 15 vjet kur të gjithë spitalet i thanë që do të kalonte jo më shumë se 2 vjet. Pra, ajo që unë zbulova, jo se zbulova kush e di se çfarë, por doja që ta diskutoja me ju, është fakti që ai u kthye në natyrë. Filloi që të bënte aktivitete fizike, por gjëja më e rëndësishme nuk ishte stres dhe e kishte stakuar mendjen nga problemi. Problemi në këtë rast ishte kanceri. Me fjalë, gjëja më e rëndësishme për mendimin tim, ti me anë të forcës së mendjes mund ta shfaqësh një sëmundje ose mund ta eliminosh atë vetëm me anën e forcës së mendjes. Çdo qelizë jon ka një memorie. Dhe unë them që duke patur një mendje, qeliza jon, atë çka ti kërkon ndodh. Pra edhe në këtë rast ti nëse të kërkon, nëse ti je i friksuar, nga frika mund të vdesësh. Por nëse je plot brenda, nga madhështia që ke brenda nuk mund, me fjalë do ta vendosi krijimi se kur do ikësh. Dhe ti i jep më shumë shans pra vetes tënde që të jetosh më gjatë. Ju çfarë mendimi keni për një rast të tillë? Thash do na lexoj ky shoku ynë që na ka dërguar këtë mail, por doja ta diskutoja me ju sepse të mbani mend që pikërisht këto diskutimet tona na fusin në një tjetër rrugë përveç se informohemi. Dhe ndoshta dikujt mund t'i interesojnë këto informacione. Nëse dëshironi, lini komentin tuaj dhe shpërndajeni këtë video. Ju përqafoj.